Mirëmëngjesi njerëz, është e shtunë edhe është akoma herët në mëngjes. Herët, do të thënë shumë herët se ora është pothuajse 8. Edhe ne jemi për rrugë. U zgjum, u veshëm, u sistemum. Tani Claudio po mbush makinën me naftë, sepse jemi për pak rrugë të largët, le të themi. Duhet të bëjmë një 2 orë rrugë për të shkuar në Rimini, sepse është panajiri më i madh i stomatologjisë i organizuar në Europë, është Expo Dental Meeting. Ne kemi marrë biletat që të shkojmë atje. Domethënë unë kishte shumë kohë që doja të shkoja, që kur e shifja në Shqipëri që organizohej. Këtë vit shqyr zotit i pash datat shumë shpejt edhe arrita të gjeja biletat, mora bileta edhe për vete edhe për Claudion në mënyrë që të shkoj edhe t'i prezantoj pak botën time, edhe pse kur jemi në shtëpi gjatë gjithë kohës si flas që gjëra të reja, teknologji të reja ose gjërat që bëjmë në punë, po që sot do i shohim me sy, do i ketë edhe më të qartë kur t'i tregoj gjëra, do di ta bëj lidhjen me atë që po i tregoj, kështu që mezi po pres. Presoj shumë mos të gjejmë trafik, sepse duke qenë se është ditë e shtunë, ka shumë mundësi që të gjejmë trafik, por që jo, sepse ne po përpiqemi të nisemi pak herët. Do shifemi pas pak, edhe normalisht do ju marr edhe juve me vedi në disa copza të vogla që do gjirojnë. Shqipjes do t'ja bllokoj rrugën. Njerëz, ne arritëm këtu, po që duke qenë se fira është e madhe, ka shumë hyrje. Ka hyrje, veri, lindje, perëndim. Ne kemi ardhur tek pjesa ovest, te ingreso ovest, ndërkohë që duhet ishim te ingreso sud, sepse atje është hyrja. Lam makinën diku në parking, edhe provum që se mund të hynim ose jo, po kur u afrum aty nuk ishte as makina në parking, as asnjë gjë. Kështu që po kthehemi mbrapa të marrim makinën, edhe të shkojmë te ingreso sud, atje ku bëhet hymja tamam. Edhe po shifja këto, të nga mbrapa nuk duket, po përballë kam disa shtëpi pushimi, sepse jemi në Rimini dhe është afër zonës së plazhit, edhe normalisht janë shtëpi që njerëzit i ndërtojnë për pushimet e verës. Edhe janë shumë bukura, shumë të lezetshme, të vogla, kanë disa hyrje tepër të bukura me lule. Do të jep një ndjesi relaksi, thjesht ideja që janë shtëpi pushimi afër detit. Është shumë bukur. Siç ju thash, po shkojmë te makina, duhet marrim një rrugë tjetër për të arritur në destinacion. È la prima volta che mi viene fuori. Allora, quando il paziente segue una terapia con consultorio alla clessidina, l'importante è la scelta del consultorio. Qualsiasi dentifricio impasta la scelta. Perché si lavi i denti 3 volte al giorno. È vero o è falso? Secondo me è falso, perché quando siamo in una terapia con clorexidina bisogna avere qualcosa con la raccomandazione. Allora, sì, è vero. Questo perché inibiscono infatti non è mai veicolata in pasta, sempre in gel o con Njerëz, ne sa dolem nga panajiri, ja kalum super mirë, u kënaqëm shumë. Kishte plot stende me makineritë e fundit, me produkte, do të thënë çdo gjë që i përket një studioje dentisterie, gjithashtu edhe për pjesën e laboratorit, për radiografitë, do të thënë
Kur them gjithçka kishte aty mrena. Besoj se edhe Claudio si ka pëlqyer shumë, sepse kur ja shpjegoja gjërat normalisht arrinte të kuptonte më në detaje gjërat për cilat i flas gjithmonë në shtëpi, kur ja shpjegoj punët e ndryshme që bëjmë. Duket se doja mbush menjen të filloj në një shkollë tjetër për stomatologji. Tani është bërë dreka, ka kaluar ora 1, po ikim drejt plazhit sepse plazhi ishte larg vetëm 8 minuta, kështu që po bëjmë një gjyrë në plazh, hajmë diçka për drek, pastaj do nisemi për shtëpi. Po kemi marrë shumë gjëra. Na kanë dhënë shumë kampioncini kështu të vogla, këto që janë për furça, për pasta dhëmbësh, kolutorio, scovolini, gjëra të tilla. Do t'ja u tregoj tek shtëpia pastaj, do ju sqaroj më në detaje se për çfarë përdoret pak a shumë si. Goca, këtu kam hedhur gjithë gjërat që ishin në përqese, janë me qindra broshura normalisht. Kemi kampiona nga Mentadent, kemi kampiona nga Curasepti, kemi kampiona nga kjo firma Tepe, pastaj nga Polidenti, nga Sensodyne, nga Paradontaxi. Domethënë ka një mix të gjitha gjërave që kemi vizitu sot pak a shumë. Përshëndetje njerëz nga një tjetër ditë e këtij vlogu. Ditët e mia këtu në këtë vlog janë bërë lëmsh sepse kam filmuar pak këtu, pak aty. Nuk e di se çka kam bërë, por gjithsesi do mundohem të sistemoj. Sot është ditë e premte, unë jam bërë gati për në punë, kam veshur këtë bluzën super cute që e kam marrë tek të përdoret për 2 euro, edhe është nga Mango. Më pëlqen shumë se si duket, me thënë drejtën. Kam vesh të kanatiren poshtë normalisht sepse kjo është komplet transparente, që mos duket keq. Jam bërë gati për në punë. Tani po ju tregoj që kam bërë edhe pak penel. Jam influencu kohët e fundit nga shoqja e vllajt tim që bën gjithmonë penelin, po ajo e ka synin e madh dhe i duket aq bukur. Ndërkohë me këtë syrin tim si bajame, si kineze, me zërm duket peneli, po gjithsesi më pëlqen, jep pamje tjetër syri. Jam gati për punë, kam pi kafe, sot filloj punën në orën 9:30, kështu që po ikim me vrap para se të bëhem vonë. Edhe sot më në fund do vi burri, sepse gjithë të javë kam qenë vetëm, sepse Claudio ishte në Poloni në një fierë pune. Kështu që nga e hëna deri sot kam qenë totalisht vetëm, edhe nuk e di si kanë kalu këtë ditë. Nga njëherë më thëmë kanë kalu shpejt, nga njëherë thëmë kanë kalu nga dalë, sepse kalojnë shpejt për faktin që zgjohem në mëngjes, merrem me këto punët, pastaj ikin punë, normalisht tetorën punë, është pothuajse njësoj se ne thjesht të shkruanim mesazhe kur ishte ai në punë, tani edhe që është atje komunikonim me mesazhe. Po kur vjen darka dhe je vetëm në shtëpi, të duket sikur të hajë shtëpia. Do shohim pastaj se çfarë na ka sjell burri nga Polonia, sepse më ka thënë që ka bërë disa blerje. Kështu që ta shohim se çfarë na ka sjell. Do jo marr me vete në disa episode të shkurtra edhe tek puna. Sot do vi edhe një pako nga Sheni, edhe do e hapim bashkë këtu. Kështu që ikim njerëz sepse ora tani është 9:08 minuta. Kështu që do bëhem vonë. Njerëz, goca ju i sa mbaroj punën, është një qetësi absolute këto, sepse më duket se të gjitha zyrat janë mbyllur, se duke qenë se ditë e hënë është pushim. Njerëzit e kanë marrë pushim edhe të premten, kështu që shkojnë bëjnë një fundjavë në plazh ose diçka e tillë. Duket sikur vetëm ne ishim në punë sot. Tani po shkoj të marr pakon e Shenit që më ka te posta. Temperatura jashtë në 29 gradë njerëz. Kështu që besoj të proni që po vdes.
pari pim pak ujë dhe freskohemi, se me gjithë të vapën. Unë punën nuk e kam larg diku te 12-13 minuta në kam, por me këtë zetin që ka qenë sot, më duk si një gjysë ore. Tani mora edhe gërshërët, të hapim pakën, edhe t'ju tregoj se çka kam marrë. Në fakt, që kur kam po atë rastin me atë akrepin, me pakët e shenjit, gjithmonë pakët i hap në tokë. Se them, që do që tjetë pakën, tjetë në tokë. T'ju tregoj një nga një se çka kam marrë. Kam marrë 4 nga këto çantat e vogla kështu, nga këto poshetat e vogla, ku mund vendosësh make-up-e ose furçat e dhëmbëve, skincare-in e këto, sepse du t'ju bëj një piccolo pensierino, i thojnë këtë në Itali, për koleget e mia tek puna. Kam marrë këto edhe do ju bëj një tip boksi të lezetshëm për t'i falenderu për ndihmën që kanë tregu në këto muaj që jam aty. Gjëja tjetër që kam marrë janë këto stickersat me këtë shkrimin thank you në ngjyrë pink që duken shumë nice, po prisja të ishin pak më të mëdhenj, janë goxha të vegjël për pakot që bëjmë shitje në vintet. Kur vendos të duket diçka shumë e lezetshme, kështu që për aq sa kushtojnë 1,50 €, do i marr që pakot të duken më të lezetshme. Diçka tjetër që kam marrë janë këto mbajtëset e maskës, të cilat, domethënë kur ke pjesën e kufjes, e vendos sipër kokës edhe pastaj lidh maskën te këto, edhe janë shumë të lezetshme, sepse nuk ke nevojë të vendosësh maskën pas veshit, se veshët dhembin jashtëzakonisht shumë, edhe këto qenë kanë si silikon, duken goxha të mira, shpresoj të jetojnë sa më shumë. Do mora këto pakën me 5 copë, me 5 ngjyra, nga që edhe Claudio tek puna përdor maskat, si pasojë e pluhurit, normalisht, edhe i donte edhe ai, kështu që mora këtë setin kështu që edhe nëse prishen të paktën të kemi rezervë. Kam marrë 2 klefa për telefonin. I pari është kështu me këto fjongët, shumë cute, shumë i lezetshëm. I mora shumë lirë, as 2 euro, me sa dion. Ky tjetri është me komplet vibe verore, plazhi, që më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ky duket goxha i fortë, edhe ka këtë gjën këto që vendoset kjo ku e kapret, e ka këtu anash, vendoset kjo lidhësja edhe e mban në dorë kështu pastaj. Po i ka ngjyrat super të bukura, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, mezi po pres ta vendos. Pavarësisht se këto klefat e shenjit, duke qenë se kushtojnë shumë pak, edhe prishen shpejt, këto transparentet marrin një ngjyrë shumë shpifur, nuk e di nëse e keni vënë re. Po gjithsesi, si që thash, për 1 euro, 2 euro që kushtojnë, nëse të zgjasin 2-3 muaj, je okay. Kjo pastaj është një nga ato organizueset që unë e mora që ta provoj, nuk e di se sa e madhe do jetë, por që të fus rrobat e dimrit edhe ta vendos poshtë shtratit. Duket goxha e madhe. Ta dija si ishte kaq e madhe, do kisha marrë edhe të tjera në të drejtën. Është super, duket super. Besoj se do të zej mjaftueshëm. Shihni sa është. Kjo kuštoi diku te 5 euroshin, nëse nuk gabohem. Pastaj mora këto varset e rrobave për të varur xhinset. Po e përsëris për të 100-ën herë që shtëpia ime është goxha e vogël, edhe nuk është se kemi ndonjë vend të madh për rrobat, kështu që duhet të organizohemi në një mënyrë në një tjetër. Edhe ishin këto varset kështu për pantallonët ose xhinset, që i fut këto edhe pastaj zejnë më pak vend, edhe nuk janë ato varset e mëdha kështu. Po gjithsesi edhe në tip kanatiere, në tip bluze të vogël, besoj është komode sepse vendos pjesën e rripave këto, e var edhe e din që nuk trullet. Këtu nëse zgabohem janë 10 copë. Këto janë disa paketime konfetash që ne i morëm për një rast që kemi tani afër, po do t'ju tregoj në vim për këto. Ishin 25 copë, ju betohem i kam harru çmimet, edhe pse porosia këtë herë erdhi goxha shpejt, unë i kam porosit me datë 21 maj, me datë 29 kanë qenë këto. Kështu që ne do i sistemojmë, do i bëjmë bukur këto. Po, për ato koleget tek puna, si që thash që të përgatis atë boksin, kam marrë edhe këto kapset me lule kështu, shumë të lezetshme. Edhe për këto mendoja se do ishin pakës më të mëdha, po që nuk janë.
Po gjithsesi, shumë mira dhe kështu se nuk është se du të bëj një shpenzim të madh, thjesht një box diçka si me thonë me tregu vlerësimin për to. Kaq. Këtu pastaj kam një mbrojtëse për Apple Watchin edhe një rip që e mora ta provoj, shpresoj t'i bëj. E mora më shumë për kur do ta vendosi robi, kur ka një veshje më klasike, më të bukur, që mos të ngjaj ka shumë sportive. Dhe gjëja tjetër që kam marrë, që nuk i kam hap akoma, janë këto, sepse komplet pakon e hapa me ju, nuk e kam pa më përpara. Një palë taka në fakt, që edhe këto janë për atë rastin që ju thash që ju përmenda. Unë i mora sepse ngjasonin me ato takat me perlat të Zarës. Tani kam frikë ta hap se mos do shgënjehem. Po gjithsesi ta hapin bashkë. 1, 2. Kështu nuk shifet as i gjatë. Shifet taka. Edhe oh my god, janë super bukra. Po pse më ka numri 38? Unë e kam kamin 37-a. Edhe jam e sigurt se i kam porosit 37. No way. Shpresoj që mos më binë të mëdha. Taka është ideale, nuk do e doja më të nalt, me thënë drejtën. Po shpresoj shumë që të më bëjnë. Ta provojmë. Se ndërkohë kam edhe çorape të veshur. Imagjino të mbinë të vogla 38-a. Se me këtë shenjën s'merret vesh. Tani edhe fix nuk janë. Po ja u tregoj kështu, duken disi të tilla. Ta kam, do me thënë, kaq gjatësi më pëlqen jashtëzakonisht shumë, edhe këto perlat më duken shumë të lezetshme. Edhe mendoj se më bjen okej. Ndaj, mos tankohemi. Them se janë fix. Tani t'i vesh të dyja, edhe qkoj pak para pasqyrës edhe ta shoh si duken. Tani takat duken disi kështu. Mu më pëlqejnë, me thënë drejtën. Duken shumë të lezetshme. Këto te Zara kushtojnë 50 euro, ndërsa në shenjë i mora në ofertë me një çmim tepër bazik, diku tek 12 euro. Janë tepër të bukur, më pëlqejnë shumë. Edhe me xhinse kështu edhe duken bukur. Shikoni sa ndriçojnë perlat këtu. I love it. Sot në mëngjes ju mora pak me vete kur bëm mëngjesin, pastaj shkum edhe bëm spesën. Tani jemi në shtëpi edhe duhet sistemoj pak shtëpinë, sistemoj edhe spesën, ta vej në vendet e veta. Po pikës pari dua të ndrohem sepse kisha veshur këtë bluzën e zezë edhe me këtë temperaturat që janë 28-29 gradë të ditë, për pak sa nuk plasa të zeti. Edhe t'i heq këto të veshë diçka të lirshme. Pastaj të sistemojmë spesën edhe të ham buk, edhe gjithashtu dua të bëj edhe një ëmbëlsirë sot, diçka që nuk e kam bërë asnjëherë tjetër, do të thënë është një tip keku, po do e bëj pak më ndryshe, edhe do t'ju tregoj edhe ju. Njerëz doja t'ju pyesja diçka. Gjithmonë blejmë vezë ose mishin edhe këto. Mishi normalisht futet në ngrirje, është okej. Por, si që dini, ka gjithmonë datën e skadencës, datën kur prejnë kartatet, kur futet dëmën tek ato vasketat, edhe datën e skadencës. Por, unë kur kalon data e skadencës tek mishi, gjithmonë e hedh, sepse kam frikë. Në sensin që mund të helmohemi me të, mund të marrim në smunje, në gja. Edhe tani po bisedonim me Claudion, sepse pashtë disa vezë që kisha në shtëpi s'ka donin pas 3 ditësh. Edhe po diskutonim që ne në Shqipëri, besoj
edhe shumica nga ju kemi bler vezët nga shitësit ambulant ose tek tregu ku shiteshin fruta perime, kishte edhe vezë, kishte gjithë gjërat e mundshme. Edhe nuk e dinim se kur ato vezë s'ka donin. Unë mojmen shumë shpesh që gjyshja ime blente nga 30 kokra, 50 kokra, edhe ato mund të rinin edhe me nga 1 muaj në frigorifer dhe nuk prisheshin. Tani unë nuk e di, kam frikë, kur e shoh atë datën e skadencës aty, them jo, duhet t'i hedh sepse nuk mund të konsumohen. Njësoj edhe për mishin, si që thash. Vjera ime më ka thënë që, do të thënë edhe italianët, kishte dëgju nga këto shtëpiat e italianëve, që mishi kur futet në akull nuk s'ka dënë, sepse ruan atë temperaturën, ruan ato vetit e veta, njëna tjetra. E kam dëgju këtë edhe nga persona të tjerë, por unë prap kam frikë. Po diskutonim edhe këtë tjetrën që ne kemi bler gjithmonë mishin nga kasapët, që kemi pa ndoshta mishin duke u pre, po ai mish s'ka pas një datë skadence, edhe do doja një këshill nga ju, nëse ju e konsumoni, do të thënë mishin që ka qëndru në akull, po ka atë datën e skadencës, ose vezët, do të thënë këto prodhimet kështu, sepse unë jam shumë në mëdyshje, shumë shpesh më ndodh që të hell ndonjë ushqim edhe është diçka që e urrej, sepse unë e urrej të hedhi ushqimin, po kam edhe frikë se mos helmohemi. Kështu që më thoni ju në komente se si veproni. Po, ne po ham drejt. Mbrëm kishim marrë pica edhe nuk është se hëngrëm shumë sepse Klaudio erdhi shumë i lodhur nga udhtimi edhe donte direkt të pushonte. Kështu që do ham pica edhe sot për drek. Dhe do merrem me pastrime edhe me ëmbëlsinë që ju thash. Dhe hapa kamerën t'ju bëj një haul nga TK Maxxi, sepse Klaudio, si që kam thënë, ka qenë në Poloni këtë javë me punën, edhe normalisht ku ka TK Maxx, jam unë gjithmonë që i them Klaudios shko atje, sepse te TK Maxxi shoh që vajzat blejnë super gjëra të bukura edhe super klira, kështu që normalisht që Klaudio ka shku, edhe po ju tregoj se qa ka marrë. Shpresoj të më shihni mirë sepse e kam ul grilën, sepse tani pas dite bie komplet dielli në shtëpi, edhe gjatë temperatura e shtëpisë ka shku 26 gradë, kështu që po të lë edhe grilat hapur, do pëlqasim sonte. Kështu që po ju tregoj se qa ka marrë. Nuk do t'ja u tregoj gjitha, sepse disa janë edhe dhurata, edhe njerëzit i shohin këto vlogjet e mia, kështu që nuk du që t'i zbulojnë dhuratat përpara se t'ja u japim. Kështu që po të regoj gjëra që kemi bler për vete. Gjëja më e bukur që mu më pëlqeu jashtëzakonisht shumë janë këto 2 stekët e udhimit, një për mu edhe një për Klaudion, që janë nga Guess. I kishte marrë me një çmim super tullet, gati absurd. Domethënë gjitha gjërat që ka bler te TK Maxxi, që janë relativisht firma të mira, kanë kushtu 140 euro. Kështu që nuk e di, do doja shumë që të kishte TK Maxx edhe në Itali, edhe të mund të blinim edhe një gjëra të tilla, po e kemi këtë mundësi vetëm kur udhtojmë. Ka bler këtë jastekun kështu, duke qenë se tani, po them se ikum shumë shpesh me udhtime, po aq herë sa ikum, shoh gjithmonë njerëzit që i marrin këto, sepse normalisht duke qëndruar shumë orë në avion ose në pritje tek gate-i, fillon edhe të dhem koka, të dhem pjesa shpatullave dhe me këto mbështetesh edhe je më rehat. Ose edhe kur bëjmë rrugë të gjata me makinë, zakonisht kur shkojmë tek familja e Klaudios që është 4 orë larg, shpesh herë është ai fillon ajo dhimbja e qafës, ajo lodhja, kështu që për udhtimet e rrallës kemi këto 2 stekët super të butë, shihni si janë. Domethënë sa ti shtypësh, e heq dorën, marrin formën direkt. Gjëja tjetër që ka marrë është kjo këmisha super cute, që nga këto që ka dalë tani në modë, këtë e ka marrë për vete, për një rast që kemi tani afër. Edhe besoj të duket shumë bukur me të, sepse Klaudios i shkojnë shumë këto ngjyra edhe ky stili kështu. Ka marrë gjithashtu edhe këto pantallona Cilino, që vinë të gjera, janë super në modë tani kohët e fundit, janë 100% lino, edhe janë nga kjo marka, Hamaki Ho Milano. Tani kjo marka duket pak si kineze, po këtu thot Made in Italy. Do me thënë marka kineze, Made in Italy edhe bler në Poloni. Sa bukur. Mjafton që t'jenë të rehatshme edhe t'jenë të lezetshme kur t'i veshi për atë rastin që, si që thash kemi.
Edhe gjëja më e bukur pastaj që më ka ble mu, normalisht, unë kishte disa kohë që ankohesha që nuk kisha një çantë të bardhë. Sidomos tani për verën që unë preferoj shumë bluzat e bardha ose pantallonat linon, gjëra të tilla. Nuk kisha një çantë të bardhë dhe nuk po arrija të gjeja diçka që të më pëlqente me të vërtetë shumë. Unë jam fiksuar shumë me këtë markën Pinko edhe du se s'bën të marrë një çantë nga marka Pinko, po duke qenë se kushtojnë goxha, kam mendu që ta marrë domethënë për një ditëlindje ose një përvjetor, jo thjesht kështu, sepse është diçka që kushton. Edhe Pinko si markë kohët e fundit po i rritet vlera shumë, kështu që tani ta them ta blej si investim do ngjaja shumë, nuk e di. Po gjithsesi është çantë që kushton, kështu që do e blej në një moment caktuar që të më mushet menje që duhet harxoj kaq lek për këtë çantën. Edhe Claudio, duke qenë se ishte në Poloni edhe unë ja kisha nxjerrën me këtë pjesën e çantës së bardhë, gjeti këtë çantën e bardhë Ralph Lauren, që është çantë krahu, që mu tani t'ju them e adhuroj, të ngjaja nuk e di ta adhurosh një çantë, por shumë e bukur, është jashtëzakonisht shumë e lezetshme, ka goxha hapësirë, ka këtë pjesën e butonit këtu, ka hapësirën këtu brenda, edhe qeset të mrena që kanë me logon e Ralph Laurenit, edhe kjo çanta, tani unë nuk e di se sa është leko i Polonis me euron, por kjo çanta çmimin real e ka 515 Polish zloti, që është leku i tyre, dhe Claudio e mori për 149 zloti, 150, 149, 150. Do t'ja u lë këtu, do me thënë sa ishte edhe sa e ka marrë në TK Maxx. Edhe po njerëz, mezi po pres që ta vendos edhe ta shijoj gjatë gjithë verës, duhet t'i gjej një tip dust bag-u që mos më prishet, sepse çantat e bardha e marrin direkt atë të verdhen nga pluhurat që janë në shtëpi ose edhe nga pluhurat jashtë, që duhet se s'bën t'i gjej një dust bag, po që më thoni që është e bukur. Gjithashtu, nga Polonia, Claudio ka sjellë edhe disa snacksa, po ato do t'i provojmë në një video tjetër, edhe do japim përshtypjet tona. Kështu që stay tuned, sepse po vinë video shumë të bukura. Tani që mbarova me haulin, shtëpinë e kam pastru, shtëpia është në rregull. Kam nevojë të hekoros pak disa rroba, dhe pse është shumë nxehtë nuk kam nga t'ja mbaj, duhet t'i hekoros. Edhe duhet përgatis edhe të ëmbëlsirën, sepse Claudio ka që dje që ka ardhur që më thotë që më ka shku me një për ëmbëlsinë. Sonte në darkë mendojmë të dalim, sepse këtu te qendra e qytetit ton ka fest, është Festival Love, që është 3 ditë, ka fillu dje të premten, sot që është e shtunë edhe nesër e diel, domethënë data 30, 31 edhe 1 qershor është Festival Love, ka aktivitete të ndryshme, muzikë. Kur bëm kolacion sot, pam që po formoheshin stendat për koncertin që do zhvillohet, ka një sër aktivitetesh, edhe normalisht patjetër që të dalim edhe ta shijojmë. Gatova darkën, si që dhe ja u tregova, bëra speca të mbushura. Nuk e di sa herë ja u kam thënë në këtë vlog që plasat zeti, po plasat zeti edhe ndërkohë që po gatuja. Tani do gatuj ëmbëlsirën, kam këtu qershit edhe duhet t'i heq bërthamën në mënyrë që t'i vë sipër kekut, edhe unë i bëj me këtë metodën me pipzën, dhe me thënë, i heq këtë pjesën e bishtit edhe e bën kështu sikur kur bën reqelin. Fut këtë pipin këto, edhe bërthama del këtej nga ana tjetër. Këto janë sekretet e gjyshes. Ndërkohë kam marrë një copë djath parmigiano, sepse nga gjithë punët që bëra edhe nga gjithë vapa, pastaj edhe nga nga kjo zabullima që është kriju në shtëpi, më duk sikur nuk po ndjesha shumë mirë, ndoshta nga që tani fillon edhe tensioni i ulët. Mora këtë copën e djathit, që normalisht ka kripsa dush, edhe po e ha.
Ndërkohë kam hapur vlogs që po shikoj, sa pash vlogun e Paulës që kishte ardhur në Shqipëri me ato flokët e zeza duke i yll bote. Edhe tjetri që po niset tani është vlogu i Dezit, kështu që me që jemi pushim edhe është ditë e shtunë, gatojmë, bëjmë punët edhe shohim edhe gocat. Njerëz në të kemi dalë, po ikim të koncerti edhe ka pak shumë njerëz rrugës, sa nuk e keni ide. Kjo qyteza jo në shumë qyteze vogël edhe nuk e di nga kanë ardhur gjithë njerëz. Njerëz, ne u kthyem nga koncerti, ora shënon diku tek 12 e natës, koncerti akoma nuk ka mbaru, nuk e di nëse nga videoja arrini të dëgjoni. Edhe këtu të shtëpia jonë gjohet, imagjino ato që e kanë shtëpinë në qendër, nuk e di se çfarë tmerri përjetojnë këto 3 ditë. Koncertet ishin të shpërndara në përpjacat të ndryshme që ka qyteti jonë këto, diku kishte muzikë rock, diku muzikë me DJ, diku muzikë me kitar, gjëra të tilla, kishte shumë bankarela me ushqim, të cilat shkonin për bamirësi, për biznese të ndryshme të vendit tonë, për shembull për skuadrën e volejbollit ose për skuadrën e skautistave, për kryqin e koç, gjëra të tilla vullnetare që ishin, domethënë, vajzat ose djemë që luajnë volejboll që përgatisnin ushqimin ose pijet, edhe ato pastaj grumbulloheshin si fonde për një projekt që ato mund bënin në të ardhmen. Është një organizim goxha i lezetshëm. Unë ndulaj ftyrën edhe tulem për gjumë, edhe ju falenderoj shumë që më ndoqët. Kjo ishte videoja për sot, edhe ne bashkë të shihemi të vlogu i radhës. Ciao!